Në vazhdën e bashkëpunimit dhe miqësisë vëllazërore mes Shkodrës dhe Gjakovës, me ftesë të shoqatës së tifozëve të Zjarrt të Vllaznisë për jetë kuqe blu, një përfaqësi e veteranëve të futbollit nga Gjakova, me në krye drejtorin e klubit të futbollit Gjakova Gzim Daka, ishte i pranishëm në qytetin e Shkodrës, duke zhvilluar një ndeshje miqësore mini futbolli. Me moton "Ne jemi një", i pranishëm në këtë takim ishte edhe ish kapiteni i kombëtares së Shqipërisë Rudi Vata, që për miqt nga Gjakova ishte një surprizë e këndshme. Kjo bëhet për një miqësi vëllazërore, sepse Shkodra e Gjakova shuhen për miqësi të hershme, tradicionale, dhe kjo ndeshje është diçka e bukur. S'kam çka shtoj tjetër përveç që t'i falenderoj vëllezërit tonë nga Shkodra, tifozëri e cila ja ka lakmi e gjithë Shqipëria dhe Kosova, si këta që une e shoh edhe e përcjelli shumë futbollin shkodran. Për fat mirë, këtu kemi edhe një yll të futbollit kombëtar, të cilin jemi rrit me emrin e tij, kemi përcjell gollat e tij, edhe lojën e tij, kështu që është nder sot që kemi, faleminderit Rudi, se kemi mesin ton, na ki nderu shumë. Shoqata e tifozave kuqe blu janë pjesa më e rëndësishme e futbollit shkodran, sepse janë ato që me të vërtet sakrifikojnë shumë për me mbështet vllazninë e Shkodrës në çdo cep të Shqipërisë dhe me tej. Të rojet tona janë gjithë shqiptare, edhe kjo na afron me bashkimin e tokave tona, edhe të kombit tonë, populli jonë shpresoj që nëpërmjet këtyne organizimeve nuk kena pse me e quajt prap që i Kosovës ose i Shqipënisë, po me kanë marrë Shqipënia bashkume edhe me pas lirinë, me kanë tokën tonë gjithandaj pa si lloj trishtimit, as si lloj mendimit ndryshe. Shpresoj që ta vazhdoni, e shpresoj që ta forconi këtë miqësi, sepse është vërtet domethënëse, sidomos të për ju që Shqipëria po kalon një situatë delikate. Ballafaqimi në fushën e lojës, në gjykimin e arbitrit Agron Kastrati, u shoqërua me rivalitet, por për hir të së vërtetës, sidomos në pjesën e dytë, veteranët e futbollit të ardhur nga Gjakova bën diferencë në fushën e lojës, duke dalë fitues të kësaj miqësoreje. Në takimin zhvilluar pas ndeshjes, mes dy ekipeve janë shkëmbyer dhurata simbolike ku me emocion u prit sidomos dorëzimi nga ana e presidentit të klubit të Gjakovës, Bujar Haradinaj, i cili është gjithashtu veteran i luftës që ka mbijetuar me 18 plagë në trup, i cili dhuroi uniformat e ekipit gjakovar me stemën UÇK, për të cilin veterani Rudi Vata tha se do të mbetet një ndër kujtimet më të bukura të jetës së tij sportive dhe më tej.